Kryeministri Hristian Mickoski u pyet sot për vendimin e gjykatës kushtetuese për rikthimin e emrave të vjetër të rrugëve dhe shesheve në Tetov, teksa deklaroi se nuk i komenton vendimet e gjykatës kushtetuese, la të kuptohet se ky vendim nuk është përfundimtar. Ai përmendi edhe një takim me Bilal Kasamin, ku është diskutuar çështja e emrave të rrugëve në Tetov. Јас одлуки на Уставен суд не коментирам, а мислам дека одлуката на Уставниот суд не е конечна. Мислам дека е само ова почеток на еден процес кој што треба да резултира со одлуката. Nuk i komentoj vendimet e gjykatës kushtetuese, por mendoj se vendimi nuk është përfundimtar. Përndryshe me Bilal Kasamin të kaluarën kemi biseduar për emrat të rrugëve që janë me numër ose pa numër, që të marrin emrat të njerëzve që janë meritor për Maqedoninë si shtet i pavarur, dhe unë qëndroj pas kësaj, për shkak se do të ishte mirë që rruga mos të jetë me numër, por të jetë me emrin e ndonjë njeriu që është meritor për shtetin e pavarur të Maqedonisë. Vendimi i gjykatës kushtetuese për rikthimin e emrave të vjetër të rrugëve dhe sheshit të Tetovës vazhdon të krijojë tensione mes udhëheqësve aktual dhe opozitës në komunën e Tetovës. Kryetari i degës së BDI-s në Tetov, Bajram Rexhepi, dje përmes një konference për shtyp i ka dhënë ultimatum treditor komunës së Tetovës për të thirrë seancë urgjente të Këshillit për rimiratimin e vendimit për emrat e rrugëve, ose në të kundërtën do të kalohet në protesta ose do të organizohet referendum ku qytetarët e Tetovës do të vendosin nëse këto emra do të kthehen si më parë apo jo. Nga komuna e Tetovës thanë se vendimi i kushtetueses për rikthimin e emrave të vjetër është bërë në koordinim me BDI-n. Zëdhënësi Albion Alili dje tha se BDI ka lënë punët në gjysmë dhe zotohet se përfaqësuesit aktual të komunës do t'i zgjidhin këto probleme. Ndërkaq siguron qytetarët se pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese, komuna do të vazhdojë t'i përdor emrat në gjuhën shqipe që u miratuan në Këshillin Komunal në vitin 2007.